Rezultatet e përdorur. Dalloj figura 23 trupat 3D. Përshkruan vetit e tyre nga 4 kënde të barabarta në 10 gra. Të gjitha faqet janë identike. Formula e sipërfaqes S barabartë me A herë A. Formula e perimetrit barabartë me 4 herë A. Kalkuli gënjetën e përditshme. Ndërtimi dhe arkitektura, shumica e dhomave, pllakave të dyshemes dhe diktareve janë katror ose drejtëtorësh. Kjo sepse format katrore mund të vendosen pranë rrafitës, pa lënë asjes. Shembull dhe damat duken mbi një fushë katrore të ndarë në gjë dhe kasë katror më të vështirë. Edhe rrugi është i ndërtuar mbi faqe katrore. Matja e hapësirës, kur duam të nande. Pra mund të vizatohet një rreth që është target me të gjitha me linjat e katrorit. Diagonalet. Nëse e përsin katrori, mes për mes, nga qoshet, diagonale efektiv janë të barabarta dhe pritet saktësisht në mes të një këndi në 10 gra. Trekëndësh. Brymë. Çdo trekëndësh ka saktësisht 3 brymë. Këto brymë mund të jenë të barabarta ose të ndryshuara. Projekti tim e kam lidhur me tagraf, sepse lutja është formë geometrike e cila është krijuar duke bashkuar disa forma geometrike. Këtu kuptojmë se me figura geometrike mund të krijojmë edhe art. Unë këtu kam ndërtuar me gjithë ato figura geometrike një shtëpi. Le të filloj me çatin. Në çatik kam vënë një kuboid dhe pastaj kam është në formën e një piramide. Aty ka kuboide dhe kuba. Dhe pastaj në 2D në forma 2D kemi shkallët që janë në shirita që janë drejt këndësh. Pastaj le të vazhdoj me shtëpinë. Dritaret janë në një formë të madhe katrori. Pastaj shtëpia është e madhe është kuboid. Dhe kjo është shtëpia ime. Në këtë projekt kam bërë maketin e shkollës tonë, sepse në të dallohen shumë format drejtkëndore, si dyert, dritaret dhe muret. Drejtkëndshi është një formë geometrike. Brinjët i ka paralel dhe të barabarta. Ka 4 brinjë dhe 4 kënde në 10 gra. Është